Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin më të ri të lajmeve 21 minuta. Një vrasje e dyfishtë ka ndodhur në Malishev, ku viktima janë 2 vëllezër. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi policisë për rajonin e Gjakovës, Lumni Graishta. Graishta tha se i dyshuar për vrasjen është dhëndri i tyre, i cili ndodhet në Arati. Merret vesh se viktimat janë një 30 vjeçar dhe një 40 vjeçar. Rreth orës 11:30 jemi njoftuar se 2 persona të gjinisë mashkullore të moshës madhore janë dërguar në QMF-n e Kievës, si pasojë e plagëve të marra nga arma e zjarit në fshatin Goluboc të Malishevës. Personeli mjekësor në QMF ka konstatuar vdekjen e viktimave. Lidhur me rastin, deri më tani është identifikuar një person i dyshuar, gjithashtu mashkull i moshës madhore. Në koordinim me prokurorin e shtetit, janë duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore lidhur me rastin dhe arestimin e të dyshuarit, thot policia. I dyshuari, siç ka thënë policia, është nga një fshat i Drenasit. Ai është identifikuar, por ende nuk është arrestuar. Një 25 vjeçare nga Gjakova u gjetë e vdekur mbrëm në një parking afër tregut të Gjelbërt në Tetov, ndërsa hetimet e para nuk tregojnë shenja dhune. Prokuroria ka urdhëruar autopsi dhe po zhvillon hetime të detajuara për të zbardhur shkaqet e vdekjes. Një 25 vjeçare nga Kosova u gjetë e vdekur mbrëm në parkingun e një banese afër tregut të Gjelbërt në Tetov. Në vendngjarje doli me njëherë policia dhe prokuroria, e cila inspektoi vendin ku gjet trupi i pajet, si dhe apartamentin me qira ku ajo qëndronte. U mësua se bëhet fjalë për DS nga Gjakova. Nga prokuroria e Tetovës kumtuan se sipas gjetjeve fillestare nuk ka indikacione se vdekja ka ardhur si pasojë e ndonjë krimi, por hetimet po vazhdojnë me procedura të detajuara. Po ndërmerren të gjitha veprimet për të hetuar shkaqet e vdekjes me kontrolle të hollësishme dhe mendime ekspertësh në vendin e ngjarjes. Megjithatë, gjetjet fillestare dhe gjurmët në vendin e ngjarjes nuk tregojnë se vdekja ka qenë pasojë e një krimi. Nga ana tjetër, Ambasada e Republikës së Kosovës në Shkup ka vendosur kontakte me autoritetet policore për të ndjekur nga afër zhvillimet përshtetase në saj. Ambasada ka vendosur me njëherë kontakt me autoritetet relevante policore dhe po e ndjek nga afër zhvillimin e rastit. Nga prokuroria njoftuan se është urdhëruar një autopsi, se do të merren në pyetje disa persona dhe se prokuroria dhe të gjitha organet hetimore po veprojnë intensivisht për të hetuar shkaqet. Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga Partia Liberale Egjiptiane Veton Berisha në një përgjigje për Radio Televizionin 21 ka thënë se është i gatshëm për takim me mandatarin Glauko Njufca, nëse ky i fundit i dërgon ftesë. Deputeti Berisha tha se nuk ka vija të kuqe për askënd, por paraprakisht duhet të pajtohen për bashkëqeverisje. Besoj që ndrimin të Ahmedin që s'jam pengus. Unë taku, ma ndaj shuajmë qa po bëhet. Ardhja e Glaukut është diçka që tash duhet me trajtu edhe në parti se qysh po qasen edhe qysh është qëndrimi. Unë nuk kam vit kuqe me kërkan, nuk kam probleme me kërkan si kështu në parime, po normalisht që pajtuam me konë bashkëqeverisje, shkojmë, s'pajtuam, jem në rregull. Analistja politike Arta Tahiri vlerëson se partitë politike parlamentare duhet të reflektojnë për të t'i kaluar ngërçin politik për formimin e institucioneve. Por sipas saj, duke ju referuar edhe deklarimeve të kryetarit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, teorikisht pothuajse është e pamundur që të sigurohen 61 vota për formimin e qeverisë së re për shkak të kundërshtimit të partive parlamentare shqiptare. Teorikisht, zotri Kurti deklaroi që pothuajse është e pamundur të bëhen 61 vota për të kaluar dhe mandatari i dytë nga lëvizja vetëvendosje zotri Glauko Njufca, por sidoqoftë shpresa mbesi në qoftë se mund të ketë një reflektim nga ish opozita apo i deputet të caktuar në mënyrë që të kalohet ky ngërç i jashtëzakonshëm politik institucional i cili ka kapluar shtetin e Kosovës.
Tashmë po shihet dhe po flitet që mund të jetë vetëm një qeveri, ta quajmë teknike tashmë, vetëm për të kaluar disa procese të cilat po diskutohet jashtëzakonisht në çdo studio kohëve të fundit. Kosova nuk e ka merituar në fakt të gjendet në një proces të tillë, në një ngërç të tillë, sidoqoftë politika dhe mos ndërgjegjja politike e gjithë përfaqësuesve të popullit në kuvendin e Kosovës ka treguar që jemi në një situatë e cila më shumë kërkon daljen nga ky ngërç sesa të krijohet një ngërç tjetër. Në qoftë se në fakt zoti Glau Konjusa do i siguronte gjerzit e një vota që nga momenti i dytë i mandatimit nga zonja Osmani, besoj që do thirrte shumë shpejt të thotë mbledhjen e kuvendit dhe shpalosjen e kabinetit qeveritar dhe të kalojë në fazën tjetër. Prapse do ishte udhës besoj dhe do ishte jashtëzakonisht e rëndësishme që me një vullnet të lirë politik të gjithë deputetët të mendonin që ky proces të kalonte dhe gjitha subjektet politike të kenin mundësi të pushojnë politikisht pak që të mbledhin forcat dhe të kalojnë në zgjedhje të tjera të jashtëzakonshme, të cilat janë produkt i vetëm i egocentrizmit politik të gjithë politikanëve të cilët sot po na përfaqësojnë. Hulumtuesi në Institutin Demokratik të Kosovës Vullnet Bugaçku në një intervist për RTV 21 tha se seanca për formimin e qeverisë duhet të thirrët brenda afatit 15 ditor kushtetues, nga data 5 nëntor kur ishte mandatuar Glau Konjufca nga presidentja Osmani e deri më 19 nëntor. Sipas tij, mandatari duhet të dalë para deputetëve që të kërkojë vot për formimin e kabinetit qeveritar. Bugaçku tha se nëse do shton edhe mandatari dytë, atëherë sipas kushtetutës, presidentja duhet që brenda 40 ditësh të shpallë zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare. Të vërtetë që edhe sipas kushtetutës, po edhe sipas disa vendimeve të gjykatës kushtetuese, është sqaruar që nëse dështohet në rundën e parë formimi i qeverisë, atëherë presidenti i shtetit ka kompetencë që të caktojë një mandatar tjetër, i cili sipas procedurës së njëjtë duhet që spaku ose maksimum brenda 15 ditësh nga dita e nominimit që të dalë para kuvendit dhe të kërkojë votbesimin e deputetëve të kuvendit për formimin e kabinetit qeveritar ose për votimin e kabinetit të tij qeveritar. Ky afat rrjedh nga momenti kur presidenti Osmani ka dekretuar zotrin Glau Konjusa si mandatar tjetër për formimin e qeverisë, nëse unë nuk gaboj data 4 nëntor ka qenë kur i njëjti është dekretuar diku në mbrëmje, dhe rrjedhimisht prej datës 5 vlen 15 ditë deri me datën 19 nëntor 2025 që kuvendi i Kosovës ka ku të mlidhet dhe të votojë nëse ka apo jo shumicë të mjaftueshme që të votohet kandidati, këtë rast mandatari zoti Glau Konjufca i propozuar nga lëvizja vendosje. Pra, deputetët e kuvendit të Kosovës kanë afat 15 ditë, pra që deri me datë 19 nëntor të mlidhen dhe të vendosin nëse e votojnë apo nuk e votojnë kabinetin e propozuar dhe vetë kandidatin për kryeminist zoti Konjufca. Brenda kësaj periudhe nuk është mundësia të thirret më herët, mund të thirret po pikërisht ditën kur përfundon afati. Absolutisht, nga momenti i dekretimit, aty thuhet që duhet deri në ditën e 15. Dhe rrjedhimisht ne mund të kemi seancë brenda kësaj periudhe, seancë që mund të thrasin deputetët e kuvendit të Kosovës dhe të votojnë për mandatarin. Pra rrjedhimisht edhe mandatari mund kërkojë që nëse ai vlerëson që i ka plotësuar, të themi ashtu, i ka arritur shumicën e mjaftueshme, ka arritur marrëveshjet koalicionit ose ka arritur marrëveshje me ndonjë deputet dhe i ka siguruar që i ka 60 vota të sigurta që e votojnë në seancë plenare, atëherë nuk është nevoja që të pritet data 19 nëntor, por mund të marrë seancë edhe më herët se data 19 dhe rrjedhimisht të votohet për formimin e qeverisë Kosovës. Si e sheh mandatimin e tij, për shkak që u kritikua nga partitë opozitare se kanë skepticizëm nëse i ka garantuar presidentit se i ka vota? Te çështja e vlerësimit në rondin e dytë, pra kur dështohet herën e parë, edhe gjykata kushtetuese ka sqaruar mjaft mirë që në kuadër të diskrecionit që ka shefi i shtetit, në këtë rast presidentja e shtetit, ajo mund vlerësojë se cilin nga subjektet politike parlamentare ka gatishmëri dhe i ka gjasat më të mëdha që të formoj shumicën dhe ta zgjedh qeverinë. Meqense se presidentja ka zhvilluar konsultime për atë sa ka pasur hapësirë dhe mundësi të zhvillojë konsultime me gjitha subjektet politike parlamentare, dhe meqense se shumica e këtyre partive politike parlamentare që kanë dalur e dyta ose e treta në zgjedhjet e fundit parlamentare nuk kanë shprehur gatishmëri dhe vullnet që të formojnë qeveri për ta dërgojnë vendin në zgjedhje, presidentja ka qenë para një opsioni, unë mendoj para një fakti të kryer. Kuptimin e asaj që e njëjta
duke e përmbushur neni 95 të kushtetutës që domosdo, unë mendoj që kërkon shtjerimin e gjitha mundësive kushtetuese para se ta çojë vendin në zgjedhje, sepse edhe vetë gjykata e sqaron që ka për detyrë që brenda këtij konsultimi të shmang sa më shumë zgjedhje. Kryefjala e raportit të Bashkimit Evropian për Kosovën në vitin 2025 është stagnimi dhe progresi limituar, tha drejtoresha ekzekutive në grupin për studime juridike dhe politike Njomza Arifi. Sipas saj, kriza politike përgjatë tër vitit 2025 ka pasur pasoja të mëdha për Kosovën dhe mund të konstatuat se ky vit është i çuar dëm për vendin. Bashkimi Evropian ka publikuar raportin për Kosovën më 4 nëntor. Unioni përpilon këto raporte për vendet që synojnë antarësimin në blokun evropian. Në anën tjetër, hulumtuesi Besar Gërgi vënë pas se sa i përket lirisë shprehjes, raporti është dukshëm më negativ se sa në vitet e kaluara. Kosova thuhet se ka arritur përmirësim në 4 kapituj, përkatësisht në kapitullin e 12 për siguri të ushqimit, kapitullin 14 për politika të transportit, kapitullin 19 për politika sociale dhe punësim, si dhe kapitullin e 30 për marrëdhëniet e jashtme. Megjithatë, ky lloj përparimi margjinal nuk i përgjigjet nevojave për reforma të thella për integrim të shpejtë. Kjo sepse nëse konsiderohen të gjithë kapituj për të cilat vendi ynë vlerësohet, Kosova ende mbetet në një nivel të një farë përgatitjeje. Kurse sa i përket progresit, raporti këtij viti vlerëson se Kosova ka arritur progres të limituar në 17 kapituj, në 11 kapituj të tjerë një farë progresi, në 2 fare nuk ka progres dhe vetëm një kapitull ka progres të mirë për vitin 2025. Thënë këtë, pasojat e ngërçit politik të këtij viti vrehen në të gjitha rreshtat e këtij raporti dhe kryefjala e këtij raporti është stagnim dhe progres i limituar. Pra, edhe pse Kosova mbetet e përkushtuar në rrugën e saj drejt integrimit europian, realiteti politik i këtij viti ka pasur pasoja të mëdha dhe mund të konstatohet se ky ka qenë një vit i çuar dëm për Kosovën. Sa i përket lirisë së shprehjes, raporti është dukshëm më negativ se vitet e kaluara, përmenden diku rreth 70 sulme fizike dhe verbale ndaj gazetarëve, po ashtu përmendet edhe gjua ofenduese që u shpërdorur nga zyrtarë të lartë si dhe nga vetë kryeministri. Raporti kritikon mungesën e financimit afatgjatë të transmetuesit të vetëm publik të RTK-s, si dhe zhvillimet negative në kuadër të Këshillit të Pavarur të Mediave. Sa i përket KPM-s, raporti thekson faktin se ligji u rrëzua nga gjykata kushtetuese sepse kishte dispozita të cilat cënonin seriozisht pavarësinë e këtij institucioni. Mbetet shumë e rëndësishme që ligji i ri të jetë në linjë të plotë me standardet e BE-s dhe ato ndërkombëtare. Punëtorët e RTK-s kanë protestuar sot para ndërtesës së transmetuesit publik për shkak të mos ekzekutimit të pagave. Punëtorët e RTK-s jo viktima të krizës, gazetar pa pagë, demokraci pa zë, kërkojmë dinjitet jo mëshirë. RTK nuk hesht edhe në errësirë. Ishin disa nga mbishkrimët që punëtorët të mbani në duar. Përfaqësuesi i Sindikatës së Punëtorëve të RTK-s Gzim Bimbashi ka kërkuar reflektim nga institucionet, teksa ka paralajmëruar grevë të përgjithshme. Nënkryetaria e Asociacionit të Kosovës, Naila Dema Selmani, i ka bërë thirrje urgjente kryeministrit në detyrë Albin Kurti, që t'i alokoj urgjentisht pagat për punëtorët e RTK-s. Në vend se të protestojmë për përmirësimin e kushteve të punës apo rritjet e pagave, ne jemi të detyruar të dalim në rrugë për pagat që i kemi fituar me djers dhe për kushtim. Në gjithë shtetin pagat janë ngritur, paktën kështu edhe po thuhet. Por në RTK punëtorët nuk po marrin as ato që i meritojnë, por punën që bëjnë çdo ditë me shumë përgjegjësi. Kjo nuk është thjesht padrejtësi. Është fyrje për punën dhe dinjitetin e secilit punëtor në RTK. Ndërkohë, deputetet e Kuvendit Kosovës vazhdojnë t'i marrin pagat e tyre rregullisht çdo muaj pas një vonesë. Por, për ne punëtorët që mbajmë gjallë transmetuesin publik, askush nuk është kujtuar. E them qartë, për këtë situatë, përgjegjësi kanë të gjithë. Kuvendi, qeveria dhe menaxhmenti i RTK-s.
Nëse brenda një kohë të shkurtër nuk gjendet zgjidhje, Sindikata e Punëtorëve RTK-s do të shqyrtojnë mundësitë ligjore për hyrje në grevë të përgjithshme. Dhe nëse vazhdohet me heshtje e shpërthillje, protestat tona edhe mund të përshkallëzohen. Asoni gazetarëve të Kosovës, natyrisht edhe pa asnjë diskutim me as hezitim, është në përkrahje dhe duke u solidarizuar me kolegët tanë nga Radio Televizioni i Kosovës, AGK ka vetëm një kërkesë sot. Asociacioni i gazetarëve kërkon në mënyrë urgjente dhe të padiskutueshme nga kryeministri në detyrë Albin Kurti që thjesht ja alokoj pagat për punëtorët e Radio Televizionit të Kosovës. Ta bëjë njësoj siç bëri herës së kaluar dhe kështu të ndërpritet presioni edhe financiar që po bëhet ndaj punonjësve medial. Avokatët e Jeton dhe Nexhat Vllasaliut kanë kërkuar anulimin e dënimit me burgim të përjetshëm për vrasjen e biznesmenit Bedri Rexhepi. Rasti është duke u trajtuar në gjykatën e apelit pas ankesës së mbrojtjes së vëllezërve Vllasaliu ndaj vendimit të themelorës për burgim të përjetshëm, i cili u mor në maj të këtij viti. Themelorja në vendimin e saj ka konstatuar se vëllezërit të Vllasaliu janë përgjegjës edhe për vrasje të rëndë në bashkëkryerje edhe për veprën penale, dëmtim i varreve apo kufomave, që lidhet me zhdukjen e kufomës së të ndjerit. Në akt akuz thuaj se veturën e të ndjerit Rexhepi, Nexhat Vllasaliu e ka dërguar në arat e fshatit Shushic të Graçanicës, duke u koordinuar vazhdimisht për këto veprime me të vëllain i Jetonin. Mos miratimi eventual i buxhetit për vitin 2026 ka rritur shqetësimet, shtuar frikën tek gjysma e qytetarëve në Kosovë, të cilët marrin paga nga arka e shtetit, përfshirë pensionistët dhe përfituesit e skemave sociale. Ndërkohë, një numër sindikatash kanë paralajmëruar greva dhe protesta në qoftë se punonjësit që ata përfaqësojnë mbesin pa paga qoftë edhe për një muaj. Por më e vështirë thuhet të jetë sindikata shëndetësore, pasi që, siç u tha, mos miratimi i buxhetit rrezikon ta kolapsojë tërësisht sistemin shëndetësor. Po të gjithë punëtorët në sektorin publik, po më flas me kompetencë për punëtorët shëndetësor, duke njohur shëndetësinë si lëmi, po në qoftë se nuk kemi një buxhet miratuar dhe si pasojë e kësaj nuk kemi paga të rregullta, sigurisht që punëtorët shëndetësor do të demotivohen në vendin e punës në radhë të parë, për arsye se ju e dini që shumica e punëtorëve në sektorin publik pa dallim janë për kredit ndryshme, prandaj dhe vonesat dhe mos ekzekutimi i pagave sigurisht që do t'ju sjellë telashe në teren. Po përveç kësaj, çështje tjera janë edhe mungesa e materialeve, cilas mund të bëhet në qoftë se nuk kemi miratim të buxhetit, materialeve shëndetësore, bornave, si pasojë e kësaj mund edhe të rritet edhe lista e pritjes për faktin se nuk do të kem, domethënë, thjesht mundësi, nuk do të kem buxhet për të bërë shpenzime të reja, të cilat duhet sigurisht që në vitin tjetër, besoj që ka një plan sektori i shëndetësisë ose institucionet shëndetësore, por që rrezikon shumë që nëse mbetet pa këto, domethënë rrezikon që shëndetësia, punëtorët përveç se mbesin pa paga, shëndetësia mund të shkojnë kolaps. Edhe ashtu është në një gjendje jo as të mirë, është në një gjendje goxha kritike për faktin se për çdo ditë ka mungesë të materialeve bazë në shëndetësi, ju jeni vetë ata të cilët i përcjellni me vëmendje, ku ke mungesë të materialeve harxhuese në dializë, ke mungesë edhe të materialet më bazike, penjeve në kirurgji dhe mos të flasim për gjëra tjera të cilët i kem në mungesë për herë. Ka që shqetësim është e punëtorët shëndetësor për faktin se është demotivim, mund ta ul cilësinë në punë, kur e din se nuk do të paguhesh për periudhën për të cilën ti ke dhënë kontribut dhe ke punu, po do ta ul edhe motivin për të qëndruar në Kosovë punëtorët shëndetësor, të cilët për çdo ditë e lëshojnë Kosovën. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka reaguar pas zgjedhjeve lokale në Maqedoninë e Veriut. Kurti përmes një postimi në Facebook është gëzuar fitores së Vlenit në komuna, duke thënë se
Miqt e tij Izeti dhe Bilali fituan me meritë me projekte konkrete dhe punë të ndershme. Tutje Kurti thot se suksesi në zgjedhjet lokale është konfirmim i qeverisjes së mirë të Vlenit, i vullnetit për ndryshim të shqiptarët dhe një shans i madh për reforma në Maqedoninë e Veriut. Sipas Kurtit, Vleni në 15 muajt e parë në pushtet ka qeverisur me duar të pastra pa korrupsion dhe skandale. Siç thot Kurti, kjo frymë e ndryshimit ka sjellur bashkëpunim shumë dimensional mes Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Presidenti i Bullgarisë Rumen Radev i bëri thirrje BE-s që t'i marrë shumë seriozisht aktivitetet e Beogradit brenda të ashtu quajturës doktrinë e botës serbe, duke paralajmëruar se kjo mund të përbëjë një kërcënim për stabilitetin e Ballkanit Perëndimor. Ballkani Perëndimor është një pikë kritike sigurie që kërkon vëmendjen e plotë të Bashkimit Evropian, tha Radev, duke iu përgjigjur pyetjes së një gazetari në lidhje me rreziqet që paraqet projekti Bota Serbe dhe se si kjo iniciativë nga Beogradi ndikon në sigurinë në rajon. Unë besoj se është koha e duhur që të gjitha institucionet evropiane të marrin këtë problem shumë seriozisht. Kjo është një çështje jashtëzakonisht e ndjeshme edhe për ne, theksoi Radev. Në ditën e 4 të fushatës për balotazhin e zgjedhjeve lokale, kandidatët për kryetar komunash po shpalosin programet e tyre. Albin Kurti nga Gjakova premtoi hapjen e një epoke të re industriale me Adrian Golën në krye të komunës. Ai tha se Gjakova do të bëhet qendra e prodhimit të dronëve ushtarak dhe civil made in Kosova, duke garantuar paga të mira e prodhimit vendor. Me Adrian Golën në Gjakov fillon një kapitull i ri. Aty do të jetë qendra e industrisë së re, do të prodhohen dronet ushtarak dhe civil made in Kosova, prodhim vendor dhe paga të mira për punëtor. Mirëqenia sociale dhe mbështetja për familjet do të jenë konkrete. Banesa për çiftet e reja, pako me produkte esenciale për të posalindurit, shtesa për lehonat dhe shërbime geriatrike të specializuara për pensionistët. Koha e ndryshimit të vërtet ka ardhur. Le ta bëjmë Gjakovën shembull të qeverisjes së drejtë dhe të zhvillimit për të gjithë. Të dielën zgjedhim dijen, ndershmërinë dhe përkushtimin. Ai theksoi se koha e ndryshimit të vërtet ka ardhur dhe bëri thirrje për qytetarët që me 9 nëntor të zgjedhin Adrian Golën me numrin 105. Na I ka mundësu me bo transakcionin e tokave tona. Kandidati LDK-s dhe kryetari aktual I Prishtinës Përparim Rama ka njoftuar se është hequr taksa për tokat bujqësore në territorin e kryeqytetit, duke e cilësuar këtë një lehtësim për qytetarët dhe nxitje për zhvillimin e ekonomisë lokale. Pari e falenderoj kryetarin Përparim Rama. Ai tha se ky vendim përmban mbështetje për pronarët e tokave dhe rritjen e aktivitetit bujqësor në zonat periferike. Kandidati I PDK-s dhe kryetari aktual I Prizrenit Shaqir Tota ka publikuar një video promovuese me moton 4 vite në 40 sekonda, duke paraqitur punën realizuar në këto 4 vite. Ai u bëri thirrje qytetarëve të votojnë PDK-n me numrin 191 për Prizrenin në punë dhe zhvillim të vazhdueshëm. Për këto dhe informacionet të më të klikoni në portalin tonë në rtv21.tv. Mirupafshim.